Zonat periferike të qytetit të Vlorës vijojnë të mbeten jashtë vëmendjes së pushtetit vendor. Mungesa e infrastrukturës prej vitesh, ndriçimit publik, pastrimit si dhe një sër problematikash të tjera janë shqetësimet kryesore me të cilat përballen banorët e këtyre zonave. Një situatë e tillë paraqitet edhe në lagjen 24 maj, shumë pranë zonës së njohur dikur si ish fusha e aviacionit në Vlorë. Banorët shprehen të shqetësuar dhe pohojnë se prej më shumë se 30 vitesh, Bashkia e Vlorës nuk ka ndërhyrë për të përmirësuar gjendjen në këtë zonë. Sipas tyre situata mbetet problematike, ndërsa asnjë zgjidhje konkrete nuk është ofruar nga bashkia, e cila sipas banorëve e ka lënë këtë lagje jashtë vëmendjes. Këtu o vllai dashur mungojnë shumë gjëra. Konteksti është që shoqëritë, komunitetet, nacionet, edhe në rafshin global udhiqen mbi 5 parime. Prona, sistemi ndrejtësi, meritokraci, idealista në pushtet dhe zbatimi i infrastrukturës në perfekcion për të krijuar evolucion ekonomik shoqëror. Si është infrastruktura këtu te juve? Praktikisht nuk është vendor. Kanalet, rruga si është? Më trego pak, sa vite ka kështu? Ndoshta fillojnë dhe me radhë, janë marrë me qendër zonën periferike, i kanë lënë pak në arrest. I kanë lënë pak në arrest. Lagja quhet 24 maj me fiks pista e fushës aviacionit. Sa në vëmendjen e pushtetit vendor dhe qendror është kjo lagje? Çfarë problematike ka konkretisht? Fleta realiteti. Kthe syt. Unë kam punuar në administrat që në moshën 18 vjeç. Dhe këtu ka qenë një miku im, komandante e aviacionit Kotenveri dhe ka bërë babaçe fajku nga Armeni Vlorës. Tu ishe vetëm loljum, deri në vitin 96, këtu stërviteshin kursantët pilotat e ri. Tani shi të gjitha llojet e pushtetit, sepse ky territori njësisë vendore të Bashkisë Vlorë, zero, ne jemi zero, unë kam të qenë maj, qenë fund prillit edhe deri në tetor ne s'kemi një pikë ujë. Jemi në Vlorë deri, unë e njoh se kam punuar me deti. Dhe unë s'kam ujë. Ne s'kemi një ndriçim në rrogë. Ne kemi pat zero kontaktin që të ketë ardhur, në qoftë se një unë pranoj të varem shesh flamurit, në qoftë se thot një pushtet, unë kam marrë njerë kam pyet, nuk ua kam gjithë, po jam interesuar, sepse më ke dhënë votën. Kështu që ne kemi zero interesim. Rruga? Rruga për të vajtuar në hangër, unë jam i smur, ja vinë me ilaç, më fal. Vinë ambulanca, ja vujkam, ishja i smur atje, edhe vi andej. Rruga është për ta nëna griu pluhun, janë griu tymi. E ka zero interesimin, në zero. Ka ardhur koha që duhet e njëjta vëmendje si për qendrën edhe për periferinë. Taksa ne i paguam një lloj. Unë jam intelekt, taksa ne i paguam një lloj. Po ne s'kemi asgjë më po. Ne themi plera, do heqim plera, ne na hedhën plera. Jo dhe skandal më keq ka këtu do vend. Taksa i do shteti dhe rrugët i ka për qep. Kështu ka qenë gjithmonë ka... Kjo, 35 vjetë që njohëm, kështu ka qenë. Nuk është vendor. Jo, kështu ka qenë, 35 vjetë. Po, unë kam asë që në 2003, unë vetë ka 20 vjetë sa kam, 25 vjetë sa kam, edhe se zhvën asë një dorë. Në këtë gjendje ka qenë gjithmonë? Në këtë gjendje, edhe me turina hejtë në vend e pa vend. Duhet në lënë me turina dhe këtu duhet betë rruga, se ka rrugë që del të kupoller avionëve, mes lagjeve. Po ndriçimi dhe këto? Ndriçimi s'ka fare. Dhe pa u jemi, duhet në hapë një tubacion aty, se kemi patur në qenë fillim, edhe s'kemi... Është e vështirë për ju vetë këtu? Po është e vështirë, për natën, që të kalojmë me makina e, se i bjemi si Magellani. Me këmë, në anë e kanalit, kemi një kanal. Ja, po dalish të rruga kryesore, dalish dhe të kanali, po të vish me mua ta shikosh se na kaloj unë në anë e kanalit. Zonat periferike të qytetit të Vlorës vazhdojnë të mbeten kështu ndër më problematiket për shkak të mungesës së investimeve dhe ndërhyrjeve nga pushteti vendor. Në zonën e ish fushës aviacionit, gjendja mbetet e rënduar, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës, ndriçimit, pastrimit dhe kushteve të jetesës.